jam në për fshatat e Shqipërisë, në për nërmarrje bujqësore, në për vreshtat në pemtore, unë jam i pa dëshirueshëm për të bënë ekspertiza në studim në nivel kombëtar shtetëror, sepse flas. Unë kam folë për vjedhjen e fondeve të IPARD-it, por vetëm se nuk doja kur që shtetit tim, Shqipërisë time, ti mungonin 126 milion euro të bllokuara. E jo vetëm ka bllokuara, po janë edhe disa vite tjera sepse ka ra besueshmëria dhe duhet kohë për të rregulluar këtë problem që është shkaktuar. Kam folur për shkatrimin e këtyre investimeve të buxhetit shtetit në bujqësi, për studime, kur nuk i bën profesionistë e fushë, po i bëjnë militantët që nuk e njohin zanatin. Nuk jam kundër asnjë shqiptari, por në momentin që ti sjell veterinerin me studiu me bani zgjidhje për veshtarin, ose për riprodhimin e kafshëve, ose për menaxhimin e minjerave, ti e ke shkatruar vendin. Në momentin që ti cakton drejtor pyjore, një mjek, ti e ke shkatruar pyjore, se ti e ke quajtur me bë tendra. Në moment që ti fut në autoritetin kombëtar të ushqimit në AKU, nuk e veç 5% i ke specialist fushë, të gjithë tjerë ti ke me shkollë muzike, mësues ciklit ult, oficera, e kështu, ti e ke shkatruar këtë institucion. S'ta ka fat institucion, se institucion duhet. Po janë kriteret, mënyrën se si ke rekrutuar njerëz të fut njerëz. Dhe prandaj them, nuk ne ka fajt shteti, as institucionet e shtetit, ne ka fajt korrupsioni dhe linjat partijake me të cilët mundohen me i uzurpua, me i pushtua institucionet. Pra janë disa probleme që prandaj kam folas, s'kam ndonjë interes. Jo, ti do flasësh. Unë jam zgjidhje për njerëzit. Nuk fermerët e Shqipërisë nuk kërkojnë zgjidhje as në drejtoritë bujqësisë, as mjedisit, se s'ka më agronom, i kanë larguar agronom të veterinar nga puna. Ama telefonin tim e kanë hapur. Jam pranë tyre tant kohën. Unë e prodhoj zgjidhjen. Unë ndërtoj eksperimentin për 3 orë, ka dozën. E shpetoj nga smundja, e shpetoj nga dëmtuesi, e garantoj prodhimin, e jap skemën e krasitjes, e piketoj vreshtin dhe e asiguroj për 50 vjet s'ka si problem. Po kjo nuk është problem, kjo pse ke shkatruar drejtoritë e bujqësive, Ministrinë e Bujqësisë, ç'punë kanë me agronom, ç'punë kanë me veterinar, ç'punë kanë me inxhinierët e minjerave, ç'punë kanë me arkitekt, se tani shikon, ndodh ky problemi tani ndërtimet. O zotëri, ndërtimi, pse doli ty ndërtimi pa leje? Ty ku i ke arkitektët? Ty Bashkimi Evropian, paktën minimumi, ka 30 vjet që t'jep lek vit për me bën filierat e prodhimit, arkitekturat, planet e zhvillim që me përshtat ekonominë dhe kombin për Bashkimin Evropian. Tani jenë, po hap kapitull në Bashkimin Evropian, po në terren s'ke asisant. Ke dosje fiktive, po nuk e zgjidhje. Në theth, unë jam nga ajo zonë, nuk ka familje nga thethi, e deri në Valbon, e në Gash, e në Qaftë Morinës, si nuk i njoh, nuk kam hangur bukën. Unë jam ban 26 vjeç në ato zona, nuk kam linë atje me u ban 7 vjeç e me ik. 26 vjeç. Edhe gjyshi ka pas 13 kalamaje, kemi dhënë marrë me gjitha ato familje dhe i njohim. Po në theth, e në vendlinën time një ka i mërtur, anë Shal, anë Puk, ku kam dajat, anë Mirdit, të gjitha këto vende nuk ka tokë të zonën. Në të gjitha këto vende nuk ka shansë edhe mas 300 vjeç me u kthye pasardhësim në Lek Bibaj, e gjenë tokën e thonë, po, baba jut ka qep pas këtë vend. Pra, mas 300 vjeç që janë minimum mas 9 brezar. Tashi, tokë të zonë me s'ka, por ama ka edhe i problem. Qysh mas vitit 1996 janë dhënë parat dhe Bashkimi Evropian e din që janë zonat për ndërtime, janë hartat, arkitekt pejsazhi ka arkitekt urbanist, ka zyra kadase, të gjitha. Pse i le me ndërtuar njerëzit? Pse i le me ndërtuar njerëzit pa lishmëri? Sepse marrin njerë lek për këtë dhe pastaj janë 3 goditje fatale të një pasnjshme që ja shkakton shteti, rrufeja banorit, autokton të Shqipërisë. S'mund të thosh duke qenë se si autokton. Jo, vetëm ata nuk mund të thuash të autokton. Ata janë identiteti i kësaj toke. Tan jemi identitar, tan jemi shqiptar, vetëm se ata kanë ruajt ato që të shumë tjerë nuk e ruajtën. Tani spari i godet se ke qysh në vitin 1990
që shtëpinë 300 vjeçare, kam një shtëpi 3 katëshe në Lek Bivaj 3 katëshe. Po. Ajo ndërtuar para 220 vjeç. Para 220 vjeç, o zotni, s'ka pas letra, as kadazh, kem qenë në pranërinë osmane. Edhe komuninë, tash ti gje demokraci, pse nuk ja kush do i legalizoj? Ai që s'ka shkrim e gnim, këtë s'ja legalizove. Ndërtimin aty në parcel, e le me hap themelët, e me bën muret, e me përdor, i qove ujë drite, s'ja legalizove. Po ju more lek kur i ndërtove, se nuk mund thush se u ndërtuan, po a ditë policie, po ja bën dikush me syje, po ja bën kryetarje, vetëm ajo nuk bëhet. Tani, pasi e bën në gjitha këto, shkove edhe ju qove fadromat e huja, dhe ma keqe ma. I shave edhe nga ropt e nga I shave nga ropt, edhe përdore ato që pat përdor, komunizmi i flishur. Kjo murtaj serbe, Partinë Komuniste kanë kriju serb të djallë. Po. Agenturat e UDP serbe. Unë e di mirë që kanë kriju, sepse një gjakovare ka vra Miladin Popoviqin zyrën e vetë Prishtinë. I lumë dora. Dhe, kur ndishëshan hetuasi në Tropoj, 1987, më thot një tropojan birë, tha, mos bëj zan, tha, sepse nipi Miladin Popoviqit, tha, ka gjithë kufirin nga Kuksi e deri në Shkodër. Po kishin rrojmë, ne kishin ba Popov. Mu nuk më duhet gjanë, s'kam gjanë me nipin e Miladin Popoviqit, as me motrat e Miladin Popoviqit martume në Tiranë, kanë ban. Por një problema, se një parti e krijuar prej tyre i ka shërby interesave të një bote tjetër, po jo të botës shqiptare. Dhe tani, ky komunizëm o zotëri, nuk ja u shemi ato shtëpia, ti shko edhe i thua, pse ndërton. Ti bën një letrat, bën një kadastrën, dhe pastaj provoj ata njerëz të gjithë se të kanë ardhur kanë thënë ne për letrat, s'ja ke bën. Pse ja ke bën? Ke dash me i marr lekun. Ke dash me i vajt varun për vota. Po mbi të gjitha. Cila është ajo logjikë shtetërore, e njerëzore, e patriotike, e shqiptare, e adhetare, europiane, që godet paktën minimumi i logjikë shtetërore thotë që ta fillojmë këtë proces me ligjor. Zotëri, nga këtu deri me 15 tetor ke ku, me ju qua kontrollin, me ju bak kontrollin, me i porosit, me ju lanë ku, me ju ban letrat, edhe shumë me i shpetue, ato që nuk shpetohen me ja u hek për 24 orë, po as një ekses. Pa pas nevoj me fol prifti, pa pas nevoj me mobilizue vllaznit e të lidhur me miqësi me njëri tjetrin, se aty ka edhe problem. Që një burë që këta e talën, po t'i shojsh, unë e kam vujt komunizmin, shumë. Por, po t'a pëkesh po, është aty foli një Zef Sokuli. Po, si bajraktari... Po, të punë e bajraktarve, se bajraktar... Se kështë ta një debat dje... Po, emrin... Shajnë ka bajraktarët. Po, kjo është ignoranca, se emrin bajraktar është emër turk. Po. Na s'kemi punë me atë emër. Krye plaku. Jo, ka qenë pris. Prisi, po. Ajo është dera e parë e fisit më të madh, mas Hotit, Mirdites, është Shala. Po. Shala o miku im, 400 pushk i ka pasën Tanakorat dhe ka la tokën e Shqipërisë për me gjak kundër pushtuese. Këtyne tani u thonë tokët zamlëne. Tani ky njeris mos e bëj me fol, po ta kesh mureja i s'ka dham në gojë. Po. Sepse qysh në vitin 1479 që ka ra beteja e Shkodrës dhe u shanu pushtimi osman, të partë e njerëzit ikën nga Shkodra dhe u futën male. Po. Dhe ai ka, unë dhe Krasniqja, kemi 18 breza deri në atë ditë. Dhe ai ka 18 breza që pris në luftra nuk ja ka dhënë partia, as Turqia, as Serbia, por e ka marrë me gjak e me jetë njerëzish të fisit të vetë, të trullit të vetë. Dhe ai njeri janë shumë i nderuar, ai s'ka lek me mu dhamt, por e ka nderin në kuk të qiellit. Respekti për... Mirë, këta sulmojnë këte. Sulmojnë të parin, prisin. Sulmojnë nerin, sepse nerin nuk kemi shku kur mas pushtuesve. Tipike komuniste kjo? Tipike komuniste. Dhe shikon njërë tipike komuniste, një lloj sikur erdhën partizan në veri edhe vrane përdhunuan e Slanxha vrane pushkatuan njerëz, ka qenë një gjelat
për me poshtrua burrat e malësisja u thënë të arrat në koke, pastaj i ekzekutonte. Po tash ky njerëz morën edhe njerëz në kryet edhe i qojnë atje se njojnë zonën. Mu më vjen keq për Fatmir Metën. S'kishte nevojë me shkua. Ai është nga Vlora. Unë nuk shkoj kur me i sham ku i ndërtesën Vlorë. Jo zotni, jap dorëheqje. Po, jep dorëheqje. Jap dorëheqje, shkoj e ruaj 10 dele, kam i shpiguri atje, kum ka lënë baba e gjyshje, 4 gjyshje. Ora shoku i dashur. Janë do gjëra që thot në filozofi. Është rëndi moral. Për të në rëndë të tjera vinë pas rëndë moral. S'ka moral. Atyre zonave ju ka ardhur shumë ramë prej komunizmit. Vetëm zonën time, një ka i mërtura, i zonë e vogël, janë 60 vetë pushkatuar me shtëpi të djegura nga brigadat komuniste, të udhëhequr nga njerëz që erdhën i puni partia, sa ata s'ka darë me mend e tyre. Ka ardhur koha me kuptuar që këtë përçarje kombëtare na kanë fut komunista dhe nuk duhet t'i lejoj më me shku më tutje. Dhe pastaj del gjuma vulgare, foli edhe Bayraktari. Ti përdor fjalën Bayraktar, për mua Zef Sokolja pris. Është ora e Shqipërisë, është neri i Shqipërisë, është neri 12 fiseve të njohura 3000 vjeçare të Gegnis. Po. Për mua Zef Sokoli është pris. Për mua Mulosmonat janë pris. Për mua Sokol Basha pris. Për mua Tunxh Miftarja pris. Për mua Mehmet Shpenja pris. Tash si quajnë këta Bayraktar se ju kanë qef me fol Bayraktar me gjuhën e Turqisë. Jo, as me gjuhën e Turqisë, as Serbisë. Jo, po flasim me gjuhën e vend. Aty duhet me fol me gjuhën e vend. Dhe shkon pastaj edhe e marrën në këtë vulgaritet, shkoi i hidhet pastaj thot foli edhe Prifti. E në gjova atë Prifti. Po. Foli me zemër. Njeriu i rritohet kur e shef qetin që i ke njerëzit tu hangër bukë mërën dhe thot që në dilni se në karë qeverime në i prish. Ai ka të prodhentuar me njerëzit. Prite 15 tetorin që të mos lini këto fenomene. Sepse mirë ne jemi mësuar më urrah nga komunizmi, po me pas thënë gjyshitim nxirri njerëzit jashtë çoj nga tavolina, ai është vra me ty edhe nuk është. Atë pse më u vra në theth një vlonjat, apo një tropojan, apo as një thetjan, apo i sheljo. Pra, këto gjëra ne duhet krijojmë një shtet harmonik. Shteti harmonik quhet kur është shtet i qëndrueshëm dhe kur gjithçka është në vendin e vet. Kur nuk je në vendin tënd, mund vjen të keq. Kur dilnin problemet, aty Sokol Mulosmani ka bërë detyrën e vet në Vlorë, po s'kishte nevojë në Romuja dhe Vlorës me qenë Sokol Mulosmani, as një minutë aty. Po. Vlora ka djeme, ka trime, ka njerëz, ka patriotë, ka adhëtar ndër më të mirë të kësaj bote. Ka njerëz për ta provalluar vetë, çdo në tropajan në Vlorë. Çdo në vlonjatin theth o burr. Për këso rastesh. Po, në që një raste dhune, raste prishje, janë emocionale. Po pse të përmet, pak jemi të përqam, pak ne përqam komunizmi. Po, ta që edhe përqarje prap. Po pak se ngriheshin katunartë e një fshatit ordiner nga jugu, e hidhnin vallën mes lekbibajve, e i thoshte luje Gjemile, luje Kemën, se geges ja bam nenën. Po pse ha burr prap të shkojmë këtë dita? Mu më dhem, unë jam shqetësuar sepse unë e dua Shqipërinë 4 anë një lloj. Unë i dua shqiptarët i kam një lloj. Po kur vazhdon mendësia komuniste me krijuar me majt këtë përçarje, a ditë i punë. Shkon gjitha institucionet e shtetit shqiptar. Asgjë në dorë nuk ka asnjë intelektual i veriut të Shqipërisë. E di. Në asnjë zyrë të shtetit shqiptar ku janë 30 vjet, po çfarë prishin punë të 3-4 specialistë nga veriut. Asnjë. Shkon në ekspertizat. Shkon në ekspertizat e studimet kombëtare që bëhen. S'kan vend për studiues të Shqipërisë, ne s'kemi vend. Edhe po ta them edhe gjë tjetër. Po. Kam zotën dëshmitar e tana televiziorit e Shqipërisë në dëshmitar. Tan specialistë studiues të jugut të veriut. Na i vini përballë, s'kemi asgjë më pak se ata bile mbase jemi më mirë. Mirë, po kjo punë. Akademia Shkencave totalisht. Çfarë do më bëjmë? Çfarë do më bëjmë? Mosha ju edhe babit. Çfarë do më bëjmë? Do të më o gashta. Ti ke vetëm një të keqe ta. Çfarë të keqe kam edhe shumë? Po simpatikje ta, po i oratorje, po inteligjentje. Ti ke vetëm një problem ta. Mbi emrin. Pse edhe çka kam mbi emrin? E verior ta do të masakrojnë. Po ka i problem, unë nuk kam problem. Unë thash edhe herë, personalisht kemi tokat tona, kemi shtëpiat tona. Personalisht nuk kemi arsye të flasim, po kur vjen problemi
çështja jonë madhore, çështja shqiptare është identiteti dhe prosperiteti i shtetit shqiptar. Nuk e ndjen sepse Sami Visoka ka qenë nga Fieri, mos gaboj, dhe thoshte. Visoka po. Po, Vasfisemi më thoshte, ne thoshte kemi bën luftra, po kemi vrarë njëri tjetrin. Cilën lëvizje shton të pyet e bën për prosperitet kombëtar e shoqëror. Ne duhet të prosperojmë si kom, si shoqëri, si shtet, po jo me klane. Se shiko edhe ndërhyrja klanore. Ata që janë prishën thellë, të rrinë të qetë, domin e ka pësua çdo shqiptar, se ata do morrin që të gjithë lekun. Do të marrin lekun thua? Që të gjithë do dëm shpërblehen, për arsye se janë, shiko deri ku ka arrit vulgariteti, çmenuria, poshtërsia, degenerimi i administratës shqiptare. E në gjëja në ato pak kronika që jepte. Ku ke letrën që vjen me prish shpinit, thoshte. A se ke një gjuhë Edi Ramën tash para 3 ditësh? Po. Pra, unë jam zyrtar. Ta sultani. Jo, Edi Rama, Ender Hoxha, Sali Berisha, Lushi nesër, thot, shko vrite, i çmendet, thot, shko vrite gjysmën e fshatit, ose gjysmën e Tiranës. Shko hill, thot, qenura atje në depot ujtë, e helmoj e Tiranën. Po jo zotëri, ka procedura, ka rregulla. I herë, apo shteti lokal, që mje plenë me ndërtue, është pushteti lokal që kontrollon territorin, që ka planin e zhvillimit territorit, në rast se ka lanë me ndërtue, gabim, po t'jedhe në rast se u ndërtuen tani në pikë sezonit, fute bëja kontrollin, pastaj bëjmë blokimin, pastaj bëj shkatërimin. Me sa kam kuptuar unë, me sa informacione kam marrë unë. Pra, ata janë në kundërshtim me ligjin shemja dëmtimin e bëmë. Pra, na këta dëmorin të gjithë qinar për qinar. Edhe do i morrin me çmimet e kos që do vlerësohen. Aty flitet që do vinë investime austriake, as zvicerane. Edhe ky dole me lajmin që 1 euro metri katror mali. Ja. Dhe janë shumë të thella gjërat, pra. Ky punon për agjenturat e huaja, ky është kukulla, është master of puppets këtu. Për t'ia lënë austriakut natyrën tonë, bjeshkët tona, vjen vret autoktonin që na bëjnë neve qirak të huajve. Domethënë, edhe e di ç'është më e keqja, unë nga Rama nuk më bën përshtypje as logjo. E di ç'do më bënte përshtypje Rama, më të merrte Lushën, mua, tjetrin, do bëjmë një simpozium, do ndërtojmë një institucion se si ta shpëtojmë shpëtimi kombëtar. Do thosha ky tani pas ka kaluar në dritë. Nuk na don ne. Armagedoni. Po që Rama të bëj sultanin, atë që ka rraur Izet Haxhia, e gjithë dhunën, traumatizimet që ka pasur, do t'i nxirrte në popull. Këtë unë ja kam bindje, se është ta shpjegon Freudi, Jungu, gjitha me radhë. Më fal prove. E di kush është probleme? Kënaqësia që marrin shqiptarët kur shikojnë skena të prishjes pronës tjetrit. Ajo lloj orgazme, o profesor i dashur. E konstatoj çik për fat keq. Për zotin e madh nuk e kuptoj se si më marrun kënaqësi nga e keqja jote, ma. Tash do të tregoj dy gjëra. Spori, ato vende në zhvilloft, i zhvillojnë pronarët e vet. Po. Pronarët tjerë aty nuk mund të binë, as nuk mund të marrin. Dhe kam pasi rast një ditë në universitet para 3 vjeç, më thot një koleg, Lush, thot hajde një minutë, se kam i hall, e kishë shpërblyer me i projekt 36.000 euro, dhe po kërkon të shoshin. Atje shoshi, shala, pasaj vjen një kaj mërturi, pasaj vjen Valbona, Gashi, Shqipsha një deri në Gjaku. Të janë vendosa arrash në njëtje. Unë e di se unë kam nipat atje, kam nipat edhe kam 4 vajzat e motrës martu me atje. O shoku, u fut aty se këti, po shoshi e kollaj më thoshi, tha shumë bi drin, po jo, lushëm del poshtë drinit. Poshtë drinit është një lagje në matë, quhet Shoshaj. Shoshaj. Po. Dhe unë e njoh edhe lagjen matë se kam shtëpinë Borrel, kam jetuar në Borrel 15 vjet. Kam punu agronom. Agronomi e njeh tokën, agronomi din edhe folen e lepurit. Agronomi terrent, agronomi partisë nuk din as sa ndesh me firmos e më thon rrof partia. Agronomi partisë. Unë kam qenë agronom terreni. Po. Tani i them futem aty në kompjuter, në Google dhe aty i thash. Ja ku më del. Jo, i thash, këtu jenë matë, këtu në lagja Shosha, janë 3 vllazni aty, Nurajt, Salajt edhe Tefajt.
I thash, po shosh jam mbi dri, ja këtu ku ke, ja ku I ke ndroj, ja ku ke mbollën e shosh, ja ku ke qenë në shosh. Thash, po çfarë duhet? Tha, ka mori projekt, tha, 36.000 euro. Po qenë kur në shosh, po shkel as I ditë në shosh, 35.000 euro. Nuk në japin ne. Kolegu jem nga Fieri, I borë shumë I mirë. Po zotni, gjithë turizmin e Alpeve, gjitha studimin turizmin e Alpeve I kanë bërë të tjerë që nuk janë nga I vend. Unë s'kam as I gjë me ta më zotri. Po për ndër të familjes me vjen është fyrje, është dëm I madh që I shkaktohet kumbit tim, kur tjetri vjen nga Fieri e bën studim në Kështejnës në Tropoj se nuk e njeh unë. Po normale. Që jam linë rrit në mes pyllit me Kështeja. Po normale më. Pra nuk kam gjë me as me Ndrej Korinën që sulmojmë brigadë partizane, as me Fatmir Metën, as me atë tjetër. Mirë po nis na japin o vlla. Tani vim tek problemi I Austrisë. Sa rënë është Austria. Sepse ka I problem. Kam zotin dëshmitar, ambasadën e Austrisë këtu, popullin shqiptar. Nga vitin 1699 deri në vitin 1917 që një përfaqësi e malësive të Veriut ka qenë në Vjen e dërguar nga qeveria shqiptare, unë dhe ata banor të Thethit, e të Sharës, e të Shoshit, e të Pultit, e të Planit, e të Thaqit, e të Nikaj Mërturit, kanë pas pasaport austriake dhe kult protektorat. Vllai Stërgjysh, unë ta thash, vllai Stërgjysh jem oficer. Ne jemi gjallë, flas paktën për katolikët e Shqipërisë, pikërisht nga Austria. Tashi se s'ka gjë pa gjë, për ata që na dëgjojnë, jo për vulgaritetin komunist, jo për ndyrësinë komuniste. Sa e urren e prove ta dallojnë në sy. E urrej. Përmend komunizmin. E urrej. Me kanë vrarë për zjalli. E urrej. Zoti mos u dhan. Dhe asnjë shqiptar që flet shqip e ka gjak shqiptari damar që edhe mas 35 vjeç nuk arrin me kuptue se çfarë I ka bën komunizmi në Shqipërisë. Kur mos bën ftajr. Amin. Në rast se nuk e kupton kaq. Amin. Sepse unë nuk e ne kemi qenë patriot, ne kemi ka pushur kur ka hy pushtuesi. Po. Ka ardhur brigadë partizan Nikaj Mërtur, shtabi luftës ka ndajnë shtëpi time 3 kaç, se kish pasuri, kish gumenaj. 2 gjagjallarët e mi kanë dalë partizan. Ne I dham luftës ushqim e 2 partizan dhe e psuam në mënyrën më të keqe të mundshme. U masakruam. Tant kush bani luftën nëse në shqimtare që ishte idealist që dol për mbrojtja dhe e zgryën me prapanic, jo qeverisën. Njerëzit që s'kan dhënë as I kokër vezë për luftën dhe as një pikë gjaku për luftën. Prandaj kam shumë respekt për ata që dolën në luftë. Deri kur kjo luftë u kthyen në vllavrasje, e kur atentatet komuniste filluan me ekzekutue elitën më të mirë europranimore të Shqipërisë. Vim tani te pse ne morin mbrojtje dhe duhet të them këtë. Paktën kam zotin dëshmitar dhe çdo katolik në Shqipëri. Ne ekzistojmë katolikët e Shqipërisë fal kult protektoratit të Austrisë. Jo se ishim trima e kishim kapacitete me luftu kundër pranorisë osmane. Po, e vërtetë është. E para, e dyta. Shteti shqiptar, vula e shtetit shqiptar, kushtetuta e shtetit shqiptar, flamuri i shtetit shqiptar, gjua shqipe, të gjitha traditat e mbledhura ekzistojnë fal qelës së kishës. Se gjua shqipe u levruan qelat e kishës. Po. Ata ishin mësuesit e parë. Prandaj dhe komunizmi në frymën që I vinte nga Serbia dhe Rusia, sulmoi të parë dhe masakroi mbi 200 klerik katolik dhe I degeneroi krahinat katolike, I lanë varfrien mizerje të pashembull. Por janë disa shembull pse Vjena ne mori mbrojtje. Pse s'mori Vjena Molinezi, Serbin, Maqedoni, një vend tjetër. Po, rajt janë në vitin 1529 ke rrëthimi parë I Vjenës. 12 fiset... Me Sulemanin e parë? Po, 12 fiset e Gegnis kanë quë luftetartë. A I Thethi, që a sot, pyte një Zef Sokolin, që a pris natyror, nuk e ka bon partia Zef Sokolin. Zef Sokoli është burri më I nderuar tash 113 vjet, nuk e ka qeverisë Republikën e Shqipërisë, asnjë
pari natyrale, e mirëfillt, por tantë sa ju. Po. Zef Sokoli është natyral. Dhe ta Është autokton. Ta premtoj që kam për të takuar Zef Sokolin, do t'i vetëm. Jo, Zefi, po janë të gjithë këta se këta i thonë baraktar. Jo, baraktarët t'i fusin në prapanic komunistat e Shqipërisë. Ata janë prisat e Shqipërisë. Dhe janë familje që e kanë qa me gjak, po të shojsh Zef Sokol mund t'jetë fukara, uj di edhe një edhe tjerë krejt, veç po ta thëmë, ata asë një vezë që kanë vjellë kuj, asë një plomë të kuj, jetojnë tokën e vetë mund në vetën tjerës në. Edhe me i shku në shpinë e ka bollëk. Po, ka bollëk sepse ka tjetër besaj. Pra, në vitin 1529, ne mbrojtëm vjenë në Austrisë. Aty shkëlqyën kelmenasit. Fati dhe historia e tha që në atë betej, shqiptarët me lënë 2000 dëshmorë. Tanë të asaj zone. Nuk kanë shku kelmenat të zonës tonë. Pastaj, a bon rrëthimi dytë, 1600 në vit 1683 fiks. Aty kanë shkëlqyë kelmenasit. Kur rrezikoi me morë kështilla e mretit të Austro-Hungarisë, po Habsburgët, aty ishin 2000 luftetarë kelmenas kanë lënë shpirtin e trupat e tyre. Dhe pastaj Habsburgët kur erdhën shtet, ta mësojnë e di Roma. Çdo qeveritar që qeveris këtë vendras se nuk di historinë, ai do më thonë, ka të meta, ka probleme. Po Edi duhet ta mësojnë se ai thotë kam pasë gjyshe katolike. Se ai katolik s'mund të jetë kur. Po ai thotë çfarë do. Ai ças do dalë. Dhe un kam shumë respekt për fetë në Shqipëri. Unë gjithë janë shqiptar dhe feti respektojmë. Unë besoj, kam lexuar Kur'anin, ma beso që besoj në Kur'an më shumë se në Bibël. Është e njëjta gjë. Po që kur kam lexuar Kur'anin besoj shumë. Falem shumë, besoj shumë. Sepse kam mësuar ca gjëra, për shembull, sjellja ndaj jetimit dhe ndaj femrës, e mëso po lexove Kur'anin në Zot. Tani unë këtë, ma bëni mishin kokra prova. Njëri vit ditur, ignoranti dur të roket partia patronazhisti shko mas tyne. Ose Bibla kundër Kur'anit. Dhe shkatro, jo po. Shiko. Po ta lexojmë Kur'anin dhe flasë për besimtarët që dëgjojnë. Në Kur'an thuhet, kur i nisi Muhameti, njerëzit e tij për Mekë u tha, kujdesni dyqanet e të krishterëve, të mos lëndohet kërkush. Dhe thot, në Kur'an e thot, Muhamedi flas për Kur'anin, unë thash flas për Islam, Kur'ani or thot, ai që mohon Jezu Krishtin ka mohu mua, ai që fyen fen e tjetrit ka fyen mua. Pra, unë këtë di, po gruan, po jetimin si e trajtoj jetimin, nëse këtu jetimin ti morën shpirtin. Nëse mo